Beslidhja po hyn në ditët e fundit të përgatitjeve për sezonin e ri të kategorisë së parë me skuadrën Legjiane që po zhvillon fazën përgatitore në Pogradec. Legjianët kanë zgjedhur qytetin juglindor për zhvilluar një fazë intensive rreth 10 ditore, duke shfrytzuar kushtet më të përshtatshme për stërvitje në këtë periudhë me temperatura të larta. Paralelisht me punën në fushën e lojës, drejtuesit e klubit kanë vijuar edhe lëvizjet në Mercato dhe tashmë kanë siguruar një tjetër përforcim të rëndësishëm. Beslidhja ka firmosur me sulmuesin Festim Alidema, i cili bëhet pjesë e skuadrës së trajnerit Elvis Plori. 28 vjeçari është një futbollist me eksperiencë në futbollin shqiptar dhe kosovar. Alidema ka luajtur më parë me Erzenin dhe Pogradecin në Shqipëri, ndërsa në Kosovë ka veshur fanelat e Llapit, Dritës, Lirisë së Prizrenit dhe Ballkanit. Ai ka pasur gjithashtu eksperiencë në Kroaci me Slaven Belupon dhe Hradski Drakovoljac. Afrimi i tij jep trajnerit Plori një tjetër alternativë në repartin ofensiv dhe pritet të rrisë konkurrencën për vendet e formacionit. Beslidhja kërkon të ndërtojë një skuadër sa më konkurruese për rikthimin në kategorinë e parë, pas sezonit të suksesshëm që i siguroi titullin në kategorinë e dytë dhe ngjitjen në një nivel më të lartë. Sezoni i ri i kategorisë së parë nis me 5 shtator 2026, ndërsa Beslidhja do ta nisë kampionatin në transfer ndaj Në Lezhë synimi është i qartë, të mos mjaftohen vetëm me rikthimin në kategorinë e parë, por të ndërtojë një skuadër që të jetë protagoniste dhe të synojë objektiva të mëdha. Për këtë arsye, ditët e fundit të fazës përgatitore në Pogradec do të shërbejnë për konsolidimin e grupit dhe përgatitjen e skuadrës për premierën e 5 shtatorit.